Kam ndonjë se... Po. E zbulova se çfarë bën aty mbrapa. Po haja sallat. E pra. Po tash mos kam ndonjë sallatë për gojë dhe më mirë është ta shoh tani në fillim. Jo, jam mirë, dakord. Okej, nisem pjesën e gjallë se nuk isha kohë të shihja veten. Se unë me ju jemi kam nga ana e djathtë. Okej. Atëherë të flasim kështu për momentin. Po jo, me nuk e, pritje. E ka me vërtet. Çfarë prezantuesje? Më bani më mirë nga këtu. Ose vol këshu. Atëherë dashur miq, do shkojmë tek ajo nuk do shkojmë të bëjmë një gjë të rëndësishme, unë edhe regjia është momenti jon. Zoja Zotrinj, unë në këtë moment hap zyrtarisht televotimin. Votoni për fermerin që preferoni më shumë në ferma VIP në numrin 5115. Gjithashtu ju mund të votoni pa limit nga gjithë bota online në webin fermaVip.visionplus.tv. Banerin për votim online është afishuar në faqe dhe mos harroni të regjistroni ose mund të logoni direkt nga Google apo Apple ID. Kujdes, Frederiku nuk do t'jetë nga ky moment pjesë të televotimit pasi ai është në nominim të përhershëm për shkak të zgjedhjes së mbrëmjes së sotme nga Andrea. Që do të thotë, Frederiku do t'jetë pjesë vetëm e televotimeve që do t'hapen për eliminim. Jam e qartë, apo jo? Okej, nuk ka problem, mund të më bëni plana afër se unë dhe miqtë e mi në shtëpitë e tyre jemi tashmë shumë familjar me njëri tjetrin se kemi 20 vite që njihemi. Nuk kam asnjë lloj kompleksi. Ja. Mua, të gjithëve. Tani do shkoj tek arena e brendshme. Fermer! Çfarë dëgjova, Andrea? Që bërë... Fermer dhe atë kësuja. Po, dërgova ca puthje. E morëm e po. Tani erdha tek ju për të dërguar shumë puthje, por edhe për t'u përshëndetur për herë të fundit. O Luana, Po, a mund na i kompensosh puthjet me 1% buxheti? Shërje të reguar zemërgjer, Luana. nuk I dërgova puthjet tek ju. Falenderojmë gjithë ato që ke dërguar puthjet. Okej, tek ju erdha për të parë zgjedhjen e kryefermeres në dhomën e njëshit. Po që zgjedh me 10% të rive. Ester, Po, Luana, unë zgjedh... Zgjidh mua. Do vishti vjeti? Vjenti, gënjeshtar. Unë zgjedh... Anduelin. Po, Luana. Po duhet me toni të Kriti nga Belaja. Ata të ta ty, Alba, nuk e njëshi. Pafronin e treku. Let's show Anduello, che sei curale. Todos jolly, is there something on the Me 10% që me Jolly, is there something brown? Luana, pëse I falë ty Albano këtone? Më falë, Luana, falenderoj shumë Estrin që më zgjodhi, po me 10% se di, do më thonë, që çfarë halli keni? Nuk e përgjim do të nga 10% që. Qetësi, Po akoma më nuk e falja, dire... e kishit në dorë vetë sfidën. Po, brazan. Pse s'u munduat më shumë? Në fakt, Luana, nuk e kishim në dorë, e kishim në doreza, pra kishim doreza që nuk në Pikërisht, unë. pse si futët dorezat në punë? Po nuk u bë, pra. Po çat bëj më e sërkshu, është Luana. me fat. Unë mendoj... Luana, pse s'na jep ky Albano këto patate që I ka vënë këmbë? Albano herë të që këmbën nga ushimi. Jo, se I vje dhe Esteri. Ullu aty kaq, maroj valle, ullu aty. Unë këto I shes në shkëmbim të puthjeve. Okej. Tani, Jo, përveç Big Mamës, jo. Të lutem, po kjo... Çfarë këto? Ua, të lutem, jo. Big Mama! O Big Mama! Puthja Një sekundë, më dëgjoni. Big Mama, të lutem. Në rast se ti arrin ta puthësh Albanon, Goj? Lapën? atëherë do të falu një nga ato. Jo, Jo, Dal, përsaktoj puthjen, çfarë do më thënë?
Hapa Albano. Franceze, një franceze, Big Mama. 50% Luana, 50%. Na kena hiç mos vanim. Frederik, rada për ty. Duaritje roge. Po na shfrytëzojnë live në televizion. Mos ta trajtoni kështu, kemi reputacion për të ruajtur. Luana, Urdhëroni. edhe për specat ata puthe dhe një. Nuk e puthe si duhet, Big Mama. Ose punë si duhet të 50. Po Luana, Ja. Luana, Ha, Anduel, do dhe ti. në rast se flijojnë Big Mamen për një putë të bukur, a mund na e bash 50% pakën që t'ja vlej, a kupton? A, ti e ke zakon që të kërkosh shumë, ta pësh kraun. Hajde se bollë kena më. Po ju më leta puthi vetë, po... Ja. Ka të propozime nga studio, po më dhe po si bëj. Me 10% boj ke nga kameramanët puthi unë. Na fermerët. Të mos puthni as kënd, të boll tani se... Po sa i mirë ishë mërë Albano se i lezetshëm. A mi Big Mama të pëlqeu? Duaritje roge. Qa do, Albano? Duaritje roge. Unë jam krye flak, nuk jam autoshkollë. Të mësoj dorën Big Mama në mua. Është profesioniste Big Mama, nuk e mëson dorën. Mëson buzën. Më keq akoma. Po, që na bët me Albano, krasa. pa dhe vetë prajmin e kaluar, unë jam nusja Big Mamës. Kështo Po, pra? gjdo që bet me konsens, që janë të mesazhe që transmetoni. Unë jam në punktu, nuk jam për të shitur trupin. Albano, Do jap një puthje franceze Albano për të gjithë të humor që na dhurove. do dhe zhaku tani, Albano. Ja. Po unë ta jap franceze, e diti, o franceze o i çfarë. Jo, është o korçare o i çfarë, o shaku. Megjithatë, ju e dini kur zemra ime. E dini të gjithë kur zemra ime. Kur zemra jote, ma? Te Elinara Shehu. O Luana, Elinara pas këndorë situatën. Shiko, unë e put, po të mjapi kompletarkën, po që shkjo me Jo, kokër mo? dëgjoj këtu. Jo të më pudhësh, po jo baby kiss, të më pudhësh tamam si burrat, do me të si burrat, do me të si gratë. Të pak të niki mandej, tutje. Vete, jo, këtu. Në sytë shqiptare, edhe vete buxheti direkt 35% nga garantoj unë. Sa? Njës të shtojt vete nga 10-35%. Sa po fola me Agajin. Hajde, Elinara. Po kështu duhet të zgjasim mbi 60 sekonda. Tha mbi 1 minutë, vetë të përfshi dhe Për qa, për prekje. i mollë? Ka shkuar, 25% buxhet. E ka ikur. Bezje. për grupin ta. 25. Puthe. Tashi mirë me Jo, unë nuk jam për të shitur. Nuk jam për të shitur. Po pse me dojë që do? Jo. Nga su nuk do t'a puthja, po thjesht do t'a bëja një stil tjetër, jo kështu që do Albano. Po, Elinara, Urdëra. mund t'a demonstrosh të Erandi. Bëj shaka, Jo, me Randi ndryshon ma mëndje më bëri hallën e Bëj vetë shaka. tani. Ka Ka Okej. ndryshon E more situata. lakën, s'ke qep më nga vetja. Kaq. ate, qëfar do bëjmë tani, Big Mama? Qa po bëjmë, Kapele. Na Po vitës, vazhdon, po ofron variante. nuk di Luana. dhe më thënë. Po, Erand, Luana, e pam sot kur ishim në stall. Sot kur ishim në stall e pam Viçin pak si pa qef. Nëse Viçi nuk gdhiet nesër, qa të bëjmë me të? Do sjellin veterinerin, dëshirojmë. Çike këto që muhabete? janë këto Po mesazhe? mund të ketë vrarë veten Viçi për Jo, shembull. Erand, mos na ktheni në seriozitet tani, kjo nuk është një gjë as që mendohet, as që Jo, mi thuhet. Luana, po themi. A Jo, mund nuk ta themi ha fare, në qoftë se e absolutisht gjen jo. gjë Viçi? Jo, absolutisht jo. Nuk hahet Viçi, e? Jo. Po mirë, Ate, po. trondem se besoj që u miqësua më shumë se ç'duhet në këtë episod. Tani, do ndalemi tek Andueli. Dhe ti e di pse ndalem tek ti unë në fund, Anduel. Po, Ska lek, ska muzikë. Nëse ke... Ska muzikë. Një kër.
Nëse ka ndonjë këngë në mendjen tënde, nëse jo ka më një kërkesë specifike. I dhash mollë. Po na bëj kërkesën, s'ka gjë, na bëj kërkesën. Atëherë, ne duam, sepse i premtuam dikujt këtu pra nesh, një këngë përmetare. Për shembull, e gjejun tani direkt. E gjetëm. A kanë ujë ato burime? Po nuk është përmetare. Përmetare është? Më gastro. Vitori të bëftë nëna. Fantastike. Luana, Po. zakonisht qefi paguhet, a kupton? Na e përqindje. Poshtë mu nga qajretë. A kanë uja të burime, ti moj buzgara e filja ime. A kanë uja të burime, ti moj buzgara e filja ime. Ti moj buzgara e filja ime. Për kokën tënde, aman Ti qemi me gojë në flasim, si durojnë të vojë si spërcasim. Ti qemi me gojë në flasim, si durojnë si spërcasim. Si spërcasim. Luana bandi s'ka për ne. Dhe me qenë se kërkuat shpërblim pas kësaj super performanse, son të kemi Dark. Albano, qëfar do ham? Kam përshtypje një doana, zi do i ruajnë për gjithë javën, por gjithsesi Mana Gastrobar. Tradita shqiptaro-greke me një preke moderne mesdhetare. Mana nuk është thjesht një restorant, a dini. Është një përvojë vërtet shqiptaro-mesdhetare. Në Mana, kuzhina shqiptare dhe greke marrin jetë në mënyrën më kreative, duke bashkuar shijet autentike të traditës me teknikat dhe prezantimet më moderne të gastronomisë largo nga mollët. Nga mesdheu klasik deri tek pjatat inovative me produkte të freskëta sezonale, çdo kafshat është një udhtim drejt brigjeve të Jonit, kodrave me ullinj ekstra të virgjër, fushave me domate, zemërkau dhe mikpritjes me zemrën plot. Do vide unë për Dark. Do vi që ti hani, mos i bani për ditë të tjera. Fermer, unë për uroj natën e mirë, shi jemi për punë 2-3 ditë. Jo, do i morim të... Demi në studio, duke uruar të gjithë ju që po na ndiqni deri në këto momente, natën e mirë. Po ashtu ju duam fort që jemi të ënën e ardhshme me shumë surpriza. Faleminderit opinionistëve, faleminderit publikut. Ju dua natën.